më trego 2-3 rregulla bazë që duhet t'i mbajmë mend në raport me sinergjinë ushqimore. Rregullat kryesore. Vakti nuk duhet të jetë i madh. Duhet të jetë sa më i vogël. Pra, e para një. E dyta duhet të jetë sa më i thjeshtë. E treta mos ketë shumë lloj përzierjesh të rënda. Për shembull, mishi, ëmbëlsirat, buka, patatja bashkë të gjitha. Sepse do të krijoj tretjet ngadalë dhe do krijoj frydhje dhe lodhje. Në ana tjetër, duhet të kemi parasysh balansimin e vakteve për të marrë energji. Pra të shtojmë edhe proteinën, edhe yndyrnat, edhe fibrat, dhe mineralet, dhe antioksidantet. Nga ana tjetër, duhet të dëgjojmë pak trupin më shumë. Ky është rregulli më i rëndësishëm nga të gjitha. Do të ham ngadalë, duhet të presim që të shikojmë sinjalet e tij ku ngopim ose jo, të ndihemi të lehtë, mos ndihemi të fryrë, apo kur ndihemi të fryrë të kuptojmë trupin. Nga ana tjetër, duhet t'i japim kohë tretjes tonë të funksionojë. Pra, duhet ta përtypim më mirë ushqimin në gojë, pastaj ta kalojmë dhe mos ham ushqime shumë afër me njëra tjetrën. Pra përveç bluajtjes, nuk duhet të ulesh në tavolin ku je i nervozuar, kur ke kaluar një debat dhe një stres, sepse ushqimi më i mirë kthehet në helm. Është shumë e rëndësishme kjo. Ka njerëz madje që kanë vdekur nga konsumimi i ushqimit në gojë. Ka thumë. Unë njoh njerëz që kanë vdekur duke ngrënë ushqim. Nga debatet, nga tensioni i lartë që kanë kaluar pra duhet ta shmangim këtë gjë. Edhe ngrënien e tepërt pa pushim, sepse do dëmtojmë tretjen, metabolizmin dhe balansimin hormonal. Nga ana tjetër, duhet të kuptojmë diçka. Duhet të respektojmë 7 parime bazë, po 3 janë kryesorët: ngadalësimi i përthithjes së sheqerit, që është shumë eliminant kur ham ushqimin, pra determinant, përmirësimin e përthithjes lëndëve ushqyese dhe mbështesim problemin e mikrobomës dhe energjisë. Por stabiliteti i sheqerit gjak vjen që karbohidratet të mos konsumohen vetëm për shembull vetëm makarona, vetëm pasta, vetëm buka me diçka të thjeshtë, sepse ka një rritje të shpejtë të glukozës dhe një rënje të shpeshtë dhe kështu nuk është një kombinim i mirë. Prandaj ndihemi të lodhur kur konsumojmë një pjatë makarona ose një picë, për shembull? Po, është e vërtetë. Pas pak minutash? Po, është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, sepse niveli glicemisë rritet më njëherë pas një farë kohe, sepse një pjesë e tyre janë kalori boshe dhe janë nivele të larta të karbohidrateve, na sillin dhe lodhje, na sillin uri dhe rënje të shpeshtë etj. Nga ana tjetër e dyta është ritmi i tretjes. Ushqimet nuk duhet të krijojnë një kaos ku ne konsumojmë. Yndyrnat dhe proteinat ngadalsojnë zbrazjen e stomakut, ne e dim shumë mirë. Dhe janë kombinimet ku ne i shtojmë i bëjmë të rënda, atëherë na krijojnë probleme në një vakti të balancuar, na sillin probleme në tretje, edhe na sillin probleme me fermentimin. E treta është përthithja e lëndëve ushqyese në një ushqim që na ham. Ka lëndë ushqyese në po marrim atë pjatë. A ka vitamina D, E, K, F, A, apo a kanë to vitamina, a ka minerale, a ka nevojë që të ketë disa element, pra për shembull, a ka vaj ulliri brenda, a ka avokato, a ka ara, a ka uthull molle, a ka pra elemente të tjerë. A ka nivelin që hekurin që po e përthithim, a është e mirë që po e marrim edhe me shtesë ushqime me vitamina C, sepse ndoshta mund të kemi edhe probleme të tilla. Elementi i katërt është mbështetja e mikrobiomës kur ne ushqemi. Pra duhet të ushqejmë bakteret e mira, duhet të mendojmë sepse jeta jonë është e bakteret e mira. Çdo gjë varet e bakteret e mira, imuniteti, tretja, humori, dhe apo marrin fibra dhe probiotik të ai ushqim që po ham, apo jo, për të përmirësuar balancën e tyre. Elementi 5 është kontrolli i inflamacionit. Nëse ne ham një ushqim, duhet të jetë antiinflamator, që mos ta krijojë stres, të kemi në të ardhmen shëndet më të mirë, mos hami yndyrna të skuqura, nivele të larta të sheqerit, ushqime të përpunuara, të cilët janë inflamatorë dhe duhet të shtojmë më shumë ushqime me antioksidant. Elementi 6 është ngarkesa metabolike. Në qoftë se trupi do lodhet, edhe pas një ushqimi kemi kuptuar që nuk jemi në rregull. Kombinimet komplekse sjellin problematika, kombinimet komplekse kërkojnë nivele të mira të energjisë që të kombinohen thjesht dhe të balancuar. Pra, ngarkesa metabolike që do kemi probleme glicemike. Elementi 7 është përgjigjja hormonale. Duhet të kuptojmë që ushqimi jon në fund fare ndikon direkt tek hormonet tona. Te leptina, te grelina, te kortizoli, te të gjitha hormonet bazë dhe të përthithja tjetër e elementeve kryesorë, dhe këto hormonet do ndikojnë te cikli menstrual, do ndikojnë te testosteroni, do ndikojnë tek energjia edhe elemente tjera.